Mirëmbrëma të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish të sonte me mua Tirona Lilin. Në këtë minutazh do të flasim për Brikena Selmanin. Brikena Selmani, banorja që mbrëm la shtëpinë e Big Brotherit. Në fakt, fansat janë jashtëzakonisht shumë të irrituar. Ka filluar një lloj proteste, do të them virtuale, që kërkojnë të jetë produksioni transparent për të kuptuar që vërtet Brikena ka qenë më e votuara për t'u larguar nga shtëpia. Do me thënë dashuria e Brikenës apo dashuria për Brikenën mbrëm është faktuar nga i gjithë publiku. Instagrami pati një rritje të çmendur që në momentin kur Brikena doli nga shtëpia e Big Brotherit, do me thënë followersat e Brikenës vetëm po rriteshin, ka vajtur mbi 305.000 ndjekës, të cilët janë ndjekës të Brikenës, dhe komentet kanë qenë të shumta. Do me thënë në fotografinë të cilën e hodhi produksioni Big Brotherit në Instagram, komentet kanë qenë të merr fare, që keni bërë padrejtësinë, e keni nxjerrë vetë ju Brikenën nga loja, Brikena ka qenë e favorizuara e publikut, Brikena është e favorizuara e publikut, nuk humbi Brikena, do të thënë ka patur komente të ndryshme, ka patur analiza të ndryshme rreth kësaj situate. Për mendimin tim është më se e vërtet, duke analizuar edhe lojën që po ndodhen brenda shtëpisë, do të thënë është shumë e vështirë për të çuar në finale një personazh siç është Rogerti publiku, por normal produksioni dhe vllau i madh është i pa imagjinueshëm në këto aspekte, mund të bën çdo lloj lëvizje brenda në këtë lojë për interesat e lojës gjithmonë dhe për interesat e veta, do të thënë interesat e produksionit. Gjithsesi, Brikena nuk është se shprehu ndonjë pa kënaqësi, e pash në momentet e para që po jepte këtë intervistën me Ledionin, ishte pak e paqartë realisht me atë se çfarë ka ndodhur, sepse Brikena e dinte shumë bukur që ka një fanbase të gjërjashtë, mbështesin, e admirojnë dhe e duan, sepse kanë dërguar edhe shumë drona brenda asaj shtëpie, ku në fakt kanë qenë mbështetës të zjarrt të Mateos edhe Brikenës, por gjithsesi produksioni është ky, vendosi produksioni, unë them nuk ishte fati i Brikenës, por ishte fati i shkruar nga ana e produksionit, dhe produksioni sot e nxori Brikenën jashtë. Por Brikena jashtë, mendoj që e ka jetuar edhe më shumë Big Brotherin, ajo nuk e kishte imagjinuar që do të merrte këtë dashurinë kaq të madhe. Mendoj që ishte pak konfuze brenda se si është pritur Brikena jashtë, si është komentuar, si po gjykohet apo paragjykohet, por mbi të gjitha Brikena e ka nisur përditshmërinë e saj tashmë me shumë dashuri. Në Instagram Brikena ka hedhur 2 fotografitë e para, menjëherë nga nata e mbrëmshme. Do të thënë Brikena mbrëm ka qëndruar në Tiranë, nuk ka udhëtuar për në Kosovë, me patjetër që produksioni është kujdesur për të gjitha gjërat se ku do të pozicionohet Brikena. Brikena ka pranuar buketa me lule pafund nga fansat e saj, të cilët e kanë mbështetur dhe i kanë dërguar mesazhe të shkruara në letër, ndoshta dikur një imagjinate Brikenës, por sot një realitet i vërtet. Brikena me shumë dashuri dhe krenari ka nxjerrë këto fotografi e veshur me pijama gjumi, do të thënë është bërë gati për të fjetur dhe për të pushuar pas një lodhje shumë të madhe. Megjithatë që ka marrë impaktin e parë edhe të marrëdhënies së saj me Mateon, dashurinë e saj me Mateon, edhe pse pati një lloj falënderimi. Do të thënë e pash Brikenën shumë të freskët, e pash Brikenën shumë të lumtur për këtë rrugtim, jo të mërzitur, jo të thyer në shpirt, si zakonisht që mund të dalësh nga Big Brotheri. Çuditërisht nga ky Big Brother është e para Brikena e cila ka postuar një fotografi të tillë, dhe është e para Brikena që ka marrë dhurata, do të thënë fansat e saj janë të zjarrt, dhe këtë moment kaq glamur dhe kaq të bukur Brikena ka dashur që ta ndan me të gjithë publikun. Unë ju solla fotot, besoj që i keni shijuar.